these charges are false. The Serb military was afraid of them. Clark e thyen në kurriz. Kur në shekullin 17, Republika e Holandës u ngrit si një fuqi e rëndësishme evropiane, qyteti i Hagës u shndrua në qendrën ku politikanët negocianin për të ardhmen. Politika ja la vendin drejtësisë, pasi pas katastrofës së luftës së dytë botërore, Haga mori vulën e saj më të rëndësishme, atë të drejtësisë ndërkombëtare. Nga kryeqendra e paqes dhe ligjit prej vitit 1945, Haga është kthyer në një vend që ka harruar periudhat e zhvillimit vet. Sot, ky qytet ofron padrejtësi përmes politikës, në vend të drejtësisë që intervenonte për të përmirësuar gabimet e saj. Në Hagë, në vitin 2010, ishte konfirmuar përfundimisht se shpallja e pavarësisë Kosovës kishte harmoni të plotë me ligjin ndërkombëtar. Tash, pikërisht në Hagë, gjykohen ata që e shpallën atë pavarësi. Ndjenja shqiptarëve për drejtësinë në Hagë është përmbys nga viti 2020, kur u paraburgosën Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Një nga generalet më mënam amerikan, Wesley Clark, që udhëhoqi me forcat e NATO-s bombardimin e Serbisë së Slobodan Miloševićit, tash në një gjyq krejtësisht të paprecedent, është thirrur nga mbrojtja e Hashim Thaçit për të dëshmuar se partneri i tyre i luftës, Ushtria Shqiptare e Kosovës, nuk kishte një ndërmarrje përbashkë kriminale, ashtu siç dështueshëm u përpoq prokuroria e dhomave të specializuara ta paraqes në aktakuzën e vet. Por ishte një grup luftëtarësh që pikërisht se ishte i pastër në qëllim dhe çlirimtar në synim, u kthye në atë që pa të filluar të quaj Kombësaria e NATO-s në terren. Clark e thyen në kurriz pretendimin më të egër të prokurorisë këtu për nenin famkes sakt akuzës nenin 35, ku UÇK quhet ndërmarrje e përbashkët kriminale. Por dëshmia e Clarkut, urdhërdhënësit të kampanjës më të suksesshme ajrore prej se NATO ekziston, asaj mbi regjimin fashist të Miloševićit, e jep pamjen e vërtetë, të pakontestueshme, të pamohueshme dhe përfundimisht të padiskutueshme ndaj pretendimit absurd të iniciuar nga i mirënjohuri përkeq Jack Smith. Pas figurave të rëndësishme si James Rubin, John Duncan, Christopher Hill e të tjerë, Clark është siguresa dhe nia qendrore e blindimit të së vërtetës që u luftua aq shumë brenda sallave të kësaj ndërtese që paradoksalisht nga misioni vet fillestar u rikthye në veglën e një propagande multimilionshë që provon të rindërtojë të kaluarën për ta mashtruar të ardhmen. Good morning, General Clark. Could you please remain standing for just a moment? Morning. In terms of the structure, as far as we knew, these were local groups that had emerged more or less spontaneously in response to years of Serb oppression. And especially after the murder of the Jashari family, I think there was a genuine alarm that more was coming. And so
it seemed that there were people that were joining up. That was as much as we could really tell. I have no doubt that the Serb military was afraid of them, but in terms of any command and control, a coordinated force, not that I could see. Dëshmia e Wesley Clark nuk ishte asgjë më pak se sa fritej. Përkundër se mbi 80 vjeç dhe disi me dëgjim të dobësuar, ngjarjet e luftës i kujtojnë me qartësi të plotë. Kjo dëshmi e generalit amerikan ishte jashtëzakonisht e vlefshme në dy drejtime. Në njërin anë, ai rikonfirmoi ato që tash sa kohë thot mbrojtja, se është absurde të mendosh që UÇK kishte një hierarki të sofistikuar komandimi nga lart poshtë, e cila përcillte urdhra me rigorozitet. Se ishte një guerille e re, e sapo formuar, e cila operonte më shumë nga vullneti i pastër disa të rinjve, vullnet që mirëmbohej nga ideali i madh për ta ballafaquar Serbinë okupuese. Dhe në anën tjetër, megjithatë, Serbia u fiksoi këtyre të rinjve, këtyre idealistëve të papërmirësueshëm, që nuk din dot të heqin dorë nga drejta e tyre, edhe kur realizimi i saj duket krejtësisht i pamundur. Madje, s'po heqin dorë as sot, derisa e mbrojnë atë të drejtë brenda mureve të kësaj gjykate. Hello. Please here. Thank you. How do you think General Clark's testimony and others like his will influence the final verdict? Well, I think it's critical testimony. It was critical testimony because General Clark was someone that not only knew the situation and observed the situation and was able to form the opinion that President Taci did not have command and control, but you have to look at it this way. This was someone that needed to know the information, because for him to do his job as instructed by the North Atlantic Council of NATO, as instructed by all the Western governments that were involved, he needed to know, can I rely on the KLA? If not, are they going to be a source of good or a source of problem when they're conducting the war? So for him, it was critical information that he needed to know, and he formed the opinion that there was no command and control, which is the heart of the issue in this case. Based on everything you have seen here and observed, do you believe in a fair verdict? Well, I hope. You believe in justice here in Hague? I always believe that justice prevails, and I believe that the judges here will ultimately see the truth, because we presented a very strong case that not only created a reasonable doubt, but we have, in my view, proven that these charges are false. And I think the truth has finally been revived and resurrected. Dëshminë e Wesley Clarkut e kam parë të gjithë përmes ekraneve, por çfarë nuk shihet as për afërsisht në ekran është atmosfera surreale që mbretëron sallë, nëse ajo projetohet live, nga një tribunë e vogël e improvizuar mbi sallë e ndarë me një farë perde gjami. Asgjë nuk duket normale brenda ndërtesës ku mbahen këto seanca. As përmbajtja, as pamja. Ngjyra e hend monotone e sallës në formën si katrore agresive e pa penguar nga asnjë ndërhyrje, ta jep përshtypjen ndonjë seti ku gjirohen filma fantashkencë të tipit Ex Machina. Një maket që pikërisht pse tenton aq shumë ta fshejë absurdin e vet, i shpërfaq krejtësisht artificialitetet. Në ekran nuk shihen as nuk projetohen mirë as fytyrat e panelit të prokurorëve e gjyqtarëve. Dëshira e tyre
për të nxjerrë të dhëna që tashmë i kanë projektuar për të akuzuarit, i bën ata të jetë reaktiv ndaj asaj që thonë dëshmitarët. E vetmja gjë e gjallë në atë hapësirë bajote të nëngjëshme janë impulset e prokurorëve e gjyqtarëve që dëshpërojnë fort, kur çfarë thuhet nga dëshmitari është në kundërshtim plot me përfundimet e tyre të paramenduara. Tash e kuptoj më shumë edhe pse është vendosur që selia e dhomave specializuara të jetë jashtë Kosovës. Sikur të ishte në Kosovë, më shumë njerëz do ta kishin mundësinë ta përcjellin live. E zemrimi i drejtë i tyre, i secili prej tyre që do ta shete, do të ndezte shumë më shpejt e shumë më shumë protesta kundrejt kësaj padrejtësie kaq të dukshme. Edhe për një popull që është i mësuar të jetojë si në cep, si i përjashtuar nga nevoja për drejtësi. Kjo gjykatë është e tepërt dhe me gjas do të bëhet e patolerueshme.